Një lojtar, super lojtar mund të them, është shumë i ri, jeton në Kanadë, po domethënë ka qenë edhe lojtari i Kanadës kapiten, e ka refuzuar Kanadën dhe ka pranuar këtu për neve. Do të luhet me simbole apo do të luhet pas simbole? Vetëm nuk duhet të jemi diskriminuar. Kemi dalë nën kampion. Dhe 2 herë është në Suedi, një mundësi shumë e mirë, është shfrytëzohet domethënë edhe si sport, edhe si socializim. Sa i përket sporteve për të verbër, muj me thonën që është për herë të parë një aktivitet më të madh që ekziston që marrëmi pjesë. Përpas të shahit që kemi marrë pjesë në Olimpiadën botërore të shahit për të verbën 2017-2021, por ky po besoj është kampionati evropian i futbollit, i cili marrëmi pjesë është një ndër evenimentet më të mëdha që organizohet. Kjo do të mbahet në Poloni, në Krakova të Polonisë, nga data 29 qershor deri më datën 7 korrekt. Synimet e tona janë të mëdha për shkak se ekziston një frym, një ekipi kombëtarja është shumë e mirë. Së fundi kem pranuar domethënë edhe një lojtar ku ka pranuar të luajë për kombëtarën tonë, është një lojtar, super lojtar mund të them, është shumë i ri, jeton në Kanadë, po domethënë ka qenë edhe lojtari i Kanadës kapiten, e ka refuzuar Kanadën dhe ka pranuar këtu për neve. Dhe synimet janë shumë të mëdha, si vjet mbahet në Serbi, në Vërnja Shkabajnë. Problemi më i madh është te simbolet, ku ju kam drejtuar me një shkresë organizatës IBC-s, që është e shahit ndërkombëtare, po edhe njëkohësisht edhe organizatorit. Për shkak disa probleme që kanë ndodhur të kaluarën me sportistët kosovar, dhe e kam bërë pyetje se si do të bëhet organizimi. Do të luhet me simbole apo do të luhet pas simbole? Vetëm nuk duhet të jemi diskriminuar. Duhet të jemi si të gjithë dhe ende nuk u marr kurrë përgjigje. Suksesi kulminant ka qenë në vitin 2023, ku në turnirin tradicional që mbahet në Suedi në Malmö, në Goldball, që mbahet nga viti 1987 dikon, është turnir shumë i madh masove ku gjithë aftësia kufizuar merr pjesë në gjitha sportet ekzistuese të aftësisë kufizuar, kemi dalë nën kampion. Dhe 2 herë është në Suedi dhe një herë në Greqi, domethënë lojtari më i mirë, gëllshënuesi më i mirë i turnerit ka dalë lojtari nga Kosova, Shqipron Koliç. Ky ka qenë, domethënë, muj me thonën ndoshta suksesi më i madh si federat, përjashtim që ndonjëherë kanë marrë pjesë edhe klubet në Malmö. Nuk është buxheti i mjaftueshëm, është normale, nuk është, për shkak se sikur ta kishmi buxhetin e mjaftueshëm, nuk do të kishmi nevojë të fusmi federata tjera në implikime për këtë arsye. Por pavarësisht kësaj, klubet kanë nevojë për ndihmë, klubet e Goldballit, cilat në secilin qytet ekzistojnë klubet janë pak më, si më thon, me buxhet janë drejtoritë e kulturës apo kushdo kohë për t'i ndihmuar, për të ekzistuar ato si klube, se ne si federat nuk kem si të ekzistojmë pa i pas klubet. Edhe klubet janë, po them, në gjendje jo të mirë, ndihma më e madhe kish me qenë jo neve si federat, po t'i ndihmohet klubet e federatës ku ekzistojnë nëpër gjitha qytetet. Shumica klubeve, shumica sportistëve, janë shumica të verbër, është shumë një mundësi e mirë, për shkak se organizimet cilat i bëjmë bashkohen, njihen shumë, dalmi, kem aktivitete ku i bëjmë edhe në Kosovë, po edhe në Shqipëri, do të thotë për post sportit, është një takim shumë cilën e zhvillojmë, shoqërinë, është socializim, është kur bëhet ky organizim, jemi këtë bashk, udhtojmë dikon 50 vjet, 70 vjet, 80 vjet, e marrim një aktivitet brenda 3 dite, 4 dite, jemi gjithë bashk, është një mundësi shumë e mirë, është shfrytëzohet domethënë edhe si sport, edhe si socializim.